Në Kinë, çdo megaprojekt është një sfidë që shtyn kufijtë së pamundurës. Megastruktura futuriste shfaqen përpara kohës së tyre, ndërsa mrekullitë inxhinierike ngrihen përballë forcave të natyrës. Gjeografia ekstreme kërkon zgjidhje krijuese dhe pikërisht këtu, Kina dallohet edhe në zhvillimin e dronëve, inteligjencës artificiale dhe robotikës. Sot, ne zhitemi në arritjet më mahnitëse të inxhinierisë kineze, duke eksploruar gjithashtu megaprojekte më pak të njohura, por vërtet të jashtëzakonshme. Ura e gjirit të Qingdaos lidh Qingdaun me Huangdaun dhe renditet ndër urat detare më të gjata në botë. Dizajni i saj në formë yje dhe gëzohet për të lidhur disa pjesë të qytetit, duke bërë atë një element kyç të infrastrukturës moderne kineze. Ura përfshin 6 kërsi për automjete dhe 1 kërsi emergjence në mes. E ndërtuar për të zgjatur të paktën 1 shekull, ajo përdor materiale rezistente ndaj korozionit detar dhe është ndërtuar mbi det të hapur, në një zonë të njohur për era të forta. Mira shtylla qeliku dhe betoni, të ankoruara në shtratin e detit, mbështesin të gjithë strukturën. Qendra tregtare Guanghuan, e vendosur në Chongqing, është një qendër luksoze, e mbushur me gjelbërim dhe elemente vizualisht breslëndse. Ajo është projektuar për të dukur si një xhungël futuriste në një kupol xhami, me pemë që rriten mbi platforma të varura. Në katin përdhes, vizitorët gjejnë kopshte ujore me pellgje, shkëmbinj dhe bimë subtropikale reale. Çdo stin sjell një temë të re, herë një peizazh jurasik me dinozaur, herë të tjera një qiell të mbushur me balona të varura. New Century Global Center, i vendosur në Chengdu, është ndërtesa më e madhe në botë për nga sipërfaqja totale. Ajo funksionon si një qytet brenda një strukture të vetme, duke u lejuar njerëzve të jetojnë, punojnë, blejnë, çlodhen dhe argëtohen pa dalë jashtë. Kompleksi mund të strehojë deri në 20.000 njerëz njëkohësisht dhe përfshin qindra dyqane, përfshirë marka luksoze ndërkombëtare. Brenda tij ndodhet një plazh artificial me qiell digjital, valë të kontrolluara dhe një sistem ndriçimi që simulon lindjen dhe perëndimin e diellit. Hekurudha Qinghai Tibet lidh Xiningun, kryeqytetin e provincës Qinghai, me Lhasën, kryeqytetin e rajonit autonom të Tibetit. Ajo është hekurudha më e lartë në botë, duke arritur rreth 5000 metra mbi nivelin e detit, ndërsa kalon përmes peizazheve ekstreme dhe të ashpra. Në këtë lartësi, oksigjeni është i pakët, ndaj vagonet e trenit janë të presionuar dhe të pajisur me oksigjen shtesë, për të mbrojtur pasagerët nga sëmundja e lartësisë. Hekurudha luan një rol vendimtar, duke hapur Tibetin ndaj pjesës tjetër të Kinës, diçka që më parë ishte e mundur vetëm përmes rrugëve toksore ose ajrore. Mbretëria e Oqeanit Chaimlong është një park tematik detar gjigant që strehon akuariumin më të madh në botë. Ai është i ndarë në seksione tematike të frymëzuara nga oqeani, duke ofruar argëtim që varion nga ekspozita të gjalla deri te slitat emocionuese. Brenda akuariumit ndodhet një rezervar gjigant i banuar nga peshkaqen balen, të cilët ndajnë ujin me mira peshq të tjerë, nga raxhat deri te lloje të ndryshme peshkaqenësh. Peshkaqenët balen janë peshqit më të mëdhenj në tokë, duke arritur gjatësinë deri në rreth 18 metra. Shfaqjet me dron janë spektakle që përfaqësojnë një mrekulli të inxhinierisë, programimit dhe robotikës. Ato përbëhen nga një vallëzim ajror i sinkronizuar me qindra ose mira dron të ndriçuar që fluturojnë në formacione të përsosura. Këto shfaqje ndriçojnë qiellin e qyteteve si Shanghai, Shenzhen dhe Wuhan, duke zëvendësuar fishekzjarrët tradicional. Realizimi i tyre kërkon teknologji si GPS me saktësi të lartë, algoritme fluturimi autonome dhe koordinim qendror përmes softwareve të avancuar. Një kompjuter i vetëm qendror menaxhon të gjithë koreografinë, duke shndërruar dizajnet tridimensionale në trajektore fluturimi për secilin dron. Me kalimin e kohës, shfaqjet kanë evoluuar nga forma të thjeshta në animacione komplekse, të afta të tregojnë histori të plota në qiell. Ascensori anijeve i Goi Pitanit është një pjesë masive infrastrukture e projektuar për të mundësuar lundrimin në lumenj në një zonë malore
me ndryshime të theksuara lartësie. Ai lejon anijet e mallrave dhe të pasagjerëve të kapërcejnë diferencën e nivelit midis dy segmenteve të lumit U. Anijet kalojnë përmes një tuneli të gdhendur në mal, të lidhur me një kanal artificial që të çon drejt për drejt te ashensori. Ato hynë në një dhomë të mbushura me ujë, e cila ngrihet ose ulet gradualisht, duke lidhur rajone që dikur ishin të izoluara. 1000 pemët e Shangajt, të quajtura ndryshe kopshtet e varura të Shangajt, është një mal urban i mbuluar me pemë. Projekti u frymëzua nga ideja se arkitektura duhet të jetojë në harmoni me natyrën dhe jo ta dominojë atë. Qindra pemë dhe mijëra bim rriten në nivele të ndryshme të strukturës. Speciet janë përzgjedhur me kujdes për të lullzuar në stin të ndryshme, duke i dhënë fasadës një pamje që ndryshon vazhdimisht gjatë vitit. Raffles City është një kompleks që bashkon 8 rokaqije të lidhur nga një urë horizontale masive, e njohur si The Crystal, ose ndryshe kristali. Ai rikrijon imazhin e një varke me vela që noton mes skullave, duke nderuar historinë e Chongqing si port lumor. Brenda kompleksit ndodhet një platformë vrojtimi me dysheme e xhami, ku vizitorët mund të shohin pikën e takimit të lumenjve Yangtze dhe Yaling. Natën, një sistem LED mbulon kullat dhe ndërtesën The Crystal me shfaqje dritash të sinkronizuara, duke shndërruar kompleksin në një spektakël vizual. Chongqing është një mega qytet i ndërtuar mbi terren malor, i përshkruar nga lumenj të thellë si Yangtze dhe Yaling. Peizazhi i thyer kërkon autostrada të ngritura, ura dhe tunele shumëkatëshe që ndërthuren mes tyre. Rezultati është një qytet që duket pothuajse i pamundur, si diçka e dalë drejt për drejt nga një film fantastiko shkencor ose një videolojë cyberpunk. Sistemi metros Chongqing Rail Transit është i famshëm për dizajnin e tij të pazakont. Në stacionin Liziba, shinat kalojnë drejt për drejt përmes një ndërtese banimi, një zgjidhje geniale ndaj mungesës së hapësirës në qytet. Chongqing po zhderoj gjithashtu në një qendër të rëndësishme të robotikës në Kinë, veçanërisht në prodhimin e robotëve humanoid dhe industrial. Qyteti strehon qendra kërkimore në fushën e robotikës, përfshirë ato në Universitetin e Chongqing dhe Universitetin e Shkencës dhe Teknologjisë. Panairet teknologjike prezantojnë risi në inteligjencën artificiale, qytetet e mençura dhe robotikën. Disa kompani pionere po prezantojnë tashmë robot dykëmbësh me çmime të përballueshme, të pajisur me sensor, sisteme shikimi dhe përpunim në kohë reale. Prodhimi masiv së shpejti do të sjellë robot për detyra si puna në fabrika, pritja e mysafirëve ose ofrimi i kujdesit. Brenda 5 deri në 10 vite, pritet që ata të mbajnë biseda të rrjedhshme, të njohin emocionet njerëzore, të përgjigjen me empati dhe madje të bëhen shoqërues romantik. Treni Fuxing konsiderohet treni me shpejtësi të lartë më i avancuar në Kinë. Ai ruan shpejtësi dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet atmosferike, nga nxehtësia dhe të ftohtit ekstrem deri te bora, shiu apo rëra. Saktësia e tij është jashtëzakonshme. Edhe në udhëtime të gjata, devijimi kohor është më pak se 10 sekonda. Në Guangxi, kjo linjë ka hapur lidhje me qytete që dikur ishin të izoluara. Për të garantuar shpejtësi konstante, inxhinierët ndërtuan ura të shumta, të ngritura dhe tunele malore, duke shmangur kthesat e mpreta dhe terrenin e pjerrët. Autostrada Yangtze lidh qytetet Ya'an dhe Zichan, duke kaluar përmes maleve të larta dhe luginave të thella. E quajtur ndryshe rruga e qiellit, ajo shpesh përshkrohet nga mjegull e dendur, duke krijuar ndjesinë sikur automjetet po notojnë në ajër. Autostrada është e projektuar si një rrugë me nivele të shkallëzuara, me pjerësi të buta, që ka përcjell ndryshimet e mëdha të lartësisë pa kthesa të mpreta. Kjo rrugë siguron akses në zona të largëta të Sichuanit, duke nxitur turizmin dhe zhvillimin lokal përmes rikalimit të sigurt në terren të vështirë. Gjatë rrugës, ajo kalon mbi 270 viadukte dhe 25 tunele, shumica e të cilëve
janë gdhendur drejt për drejt në shkëmb. Shkallët e Atullerit janë një grup mahnitës shkallësh vertikale prej qeliku, të ndërtuar në fshatin e largët malor Atuller në provincën Sichuan. Ato u ndërtuan për të zëvendësuar litarët dhe shkallët prej druri tepër të rrezikshme, që banorët përdornin më parë për të ngjitur dhe zbritur shkëmbin. Pavarësisht terrenit sfidues, projekti u përfundua për vetëm disa muaj, duke përdorur materiale të lehta dhe të sigurta. Shkallët janë marramendëse, disa segmente anojnë një kënd rreth 70 gradë, ndërsa të tjera janë plotësisht vertikale. Në të kaluarën, ngjitja ose zbritja e lodhshme zgjaste nga 2 deri në 3 orë. Sot, e njëjta rrugë përshkohet për rreth 30 deri në 40 minuta. Përse të jetosh në një vend kaq ekstrem? Historikisht, shkëmbinjt shërbenin si mure natyrore, që mbronin komunitetet nga pushtuesit. Vitet e fundit, shumë familje janë zhvendosur në banesa urbane, me shërbime bazë si ujë dhe energjia elektrike, megjithëse disa kanë zgjedhur të qëndrojnë. Qendra e kërkimit dhe zhvillimit e Opos, e vendosur në qytetin Dongguan, kombinon dizajnin arkitekturor inovativ me hapësira që nxisin kreativitetin. Muret prej xhami dhe sistemet e mbrojtjes nga dielli maksimizojnë dritën natyrore, duke ulur njëkohësisht konsumin e energjisë. Struktura është organizuar në unaza të ndërlidhura, me oborre të brendshme, që lejojnë dritën të shpërndahet në të gjithë ndërtesat. Kompleksi përfshin zyra inxhinierike, qendra trajnimi, laborator testimi për pajisje, rezidenca për stafin, dyqane dhe zona argëtimi. Qendra e superkompjuterëve e Chengdu u projektua për të strehuar një superkompjuter shumë të fuqishëm, një element kyç në zhvillimin e modeleve të avancuara të inteligjencës artificiale. Kjo qendër dallohet për pamjen e saj unike në formë kube, e veshur me panele alumini shumë ngjyrshe, që ndryshojnë ngjyrë sipas dritës. Brenda kubit ndodhet salla kryesore, ku superkompjuteri funksionon me një shpejtësi prej 1 kuadrilion llogaritjesh për sekond. Ndryshe nga shumica e qendrave të dhënave që fshihen nga sytë e publikut, kjo ndërtesë është projektuar për t'u admiruar, si një pikë qendrore e një shëtitorje arkitekturore që bashkon shkencën dhe teknologjinë. Diga e 3 grykave është centrali hidroenergjetik më i madh në planet, i vendosur në lumin Yangtze. E inauguruar në vitin 2003, ndërtimi i saj plot zgjati gati 2 dekada dhe u realizua në disa faza. Rezervuari i digës mundësoi lundrimin në lum dhe sot prodhon rreth 2% të konsumit total të energjisë së Kinës. Në anën veriore të digës ndodhen 2 linja paralele me blloqe mbyllëse. Ato funksionojnë si një shkallë ujore për anijet, duke i lejuar të zbresin nga rezervuari në nivelin më të ulët të lumit. Guangzhou Circle ngrihet në brigjet e lumit Pearl dhe sfidon çdo konvencion të arkitekturës vertikale. Ajo është ndërtesa rrethore më e lartë në botë, me një diametër prej rreth 138 metrash dhe 33 kate. Dizajni i saj kujton një monedhë të lashtë kineze, ndërsa struktura është ndërtuar kryesisht me xham të artë. Lidhja Shenzhen-Zhongshan konsiderohet një nga projektet ndërdetare më sfiduese në botë. Ky projekt kolosal lidh 2 qytete të mëdha në deltën e lumit Pearl, Shenzhen dhe Zhongshan. Me një gjatësi prej rreth 49 kilometrash, ai kombinon tunele, ura dhe ishuj artificial. Zona njihet për rryma të forta, baticë e zbaticë të paqëndrueshme dhe trafik të dendur detar, gjë që e bëri ndërtimin me vinsha dhe mjete lundruese jashtëzakonisht të vështirë. Në njërin nga ishujt artificial ndodhet hyra e tunelit në New York, duke mundësuar automjeteve të hyjnë me shpejtësi të lartë pa rampa të pjerta. Tuneli zbret gradualisht dhe përmban sisteme kritike funksionimi, përfshirë ventilimin dhe pajisjet e kontrollit të trafikut. Fast ndodhet në provincën malore të Guizhou
dhe është teleskopi radio më i madh dhe më i ndjeshëm në planet. Antena e tij gjigante kap sinjale nga galaktika të largëta, yje, pulsar dhe potencialisht një ditë edhe mesazhe nga jeta jashtëtoksore. Ky teleskop është aq i fuqishëm sa mund të zbulojë sinjale, po aq të dobëta sa ato të një telefoni celular në Jupiter ose emetime nga galaktika të largëta deri në 13 miliard vite dritë. Selia Alibaba, e vendosur në Xixi të Hangzhout, është zemra e grupit Alibaba, ku mijëra punonjës zhvillojnë platforma si vet Alibaba, Taobao, Tmall dhe Alipay. Ndryshe nga shumica e qendrave korporative, ajo ndërthur arkitekturën moderne me peizazhe natyrore, duke shmangur rrogaqie të lartë. E konceptuar si një qytet i mençur, kampusi përfshin rrugë, sheshe, kopshte, liçene artificiale dhe hapësira pune të përbashkëta. Ndërtesat lidhen me kalime të ngritura dhe korridore të mbuluara, me emra si Taobao Building dhe Ali Center. Stadiumi i qendrës olimpike të sporteve në Hangzhou ndodhet përgjatë lumit Qiangtang në provincën Zhejiang dhe u ndërtua për të pritur lojrat aziatike të vitit 2022. Dizajni i tij është frymzuar nga lulja e lotusit, simbol kinez i bukurisë dhe rritjes, i përfaqësuar nga 28 petale metalike. Stadiumi pret ngjarje sportive të nivelit botëror, koncerte, ceremoni dhe aktivitete kulturore. Çatia metalike është e pajisur me drita LED të programueshme që ndriçojnë petalet natën me shfaqje mbresnëse ngjyrash. Porti i Shangajt është porti më i madh dhe më i ngarkuar në botë, i vendosur në grykderdhjen e lumit Yangtze. I pozicionuar midis bregdetit kinez dhe brendësisë së vendit, e i shërben si një nyje jetike midis prodhimit vendas dhe tregtisë globale. Çdo vit, miliona kontenier kalojnë përmes tij, duke transportuar gjithçka, nga pajisje elektronike dhe tekstile, deri te makineri të rënda dhe lëndë të para. Brenda një dite të vetme, mijëra anije ankorohen ose nisen, duke lëvizur më shumë kontenjer se sa disa shtete përpunojnë gjatë një viti të tërë. Hoteli Intercontinental Shanghai Wonderland është ndërtuar brenda një guroreje të braktisur në jug-perëndim të Shanghait. Në vend që të ngrihet drejt qiellit, ai shtrihet poshtë, i kapur pas faqes së shkëmbit. I klasifikuar si një resort ekologjik, hoteli ripërdor ujin nga liçeni dhe shfrytëzon masën termike të gurores për të rregulluar temperaturën e brendshme në mënyrë natyrore. Ura duge shtrihet mbi kanjonin madhështor të lumit Beipan, duke shkurtuar ndjeshëm kohën e udhëtimit në një rajon me terren jashtëzakonisht të vështirë. E rrethuar nga male dhe mjegull, pamja e saj dramatike e bën të duket sikur është varur në qiell. Me një lartësi që te kalon kullën Eiffel në Paris dhe One World Trade Center në New York, ajo renditet ndër urat më të larta në botë. Ura e madhe Danyang Kunshan është ura më e gjatë në tokë, me një gjatësi për rreth 165 kilometrash. Ajo lidh qytetet Danyang dhe Kunshan duke kaluar përmes deltës së lumit Yangtze. Duke fokusuar si një viadukti pa ndërprerë, ura u mundëson trenave me shpejtësi të lartë të rrëshqasin mbi lumenj, fusha dhe pengesa pa ndalesa. Një forcë punëtore prej rreth 10.000 vetash e përfundoi projektin në më pak se 4 vjet, një ritëm i pa precedent për një vepër të kësaj përmase. Autostrada e shkretëtirës Taklamakan është rruga e parë në botë e ndërtuar përmes një shkretëtire me rërë që lëviz vazhdimisht. Taklamakani, dikur i njohur si vendi nga i cili askush nuk kthehet, ishte pothuajse i pamundur për t'u kaluar në kohë të lashta. Mirëmbajtja e një rruge mbi duna lëvizëse krijoi zgjidhje revolucionare që pak vende kanë arritur t'i realizojnë. Për ta stabilizuar, mira shkure dhe pemë u mbollën përgjatë të dy anëve si pjesë e një barriere ekologjike kundër përparimit të rërës. Chengdu SKP Park
ndryshon rrëndësisht nga qendrat tregtare tradicionale, pasi pothuajse e gjithë hapësira tregtare ndodhet nën tokë. Sipërfaqja mbi të është ndëruar në një park të gjerë plot gjelbërim, me hyrje që çojnë drejt niveleve nëntokësore. Ky dizajn i dhuron qytetit një hapësirë publike të çmuar të gjelbër, ndërsa tregtia lulëzon poshtë në një ambient elegant dhe futurist. Në qendër të parkut ngrihet kulla e vitalitetit, një grup strukturash të rrethuara nga rryma të fuqishme ujë në lëvizje. Natën, ndriçimi LED i bën ato të shkëlqejnë sikur të ishin lëng i rrjedhshëm, duke integruar në mënyrë perfekte me dizajnin e parkut dhe duke krijuar një përvojë vizuale zhytëse dhe futuriste. Diga Xiaolangdi u ndërtua për të kontrolluar lumin e verdh, i njohur historikisht për përmbytjet e tij shkatërruese dhe sasinë e madhe të sedimentit që transporton. Ajo kombinon disa funksione njëkohësisht, si menaxhimin e rezervuarit, kontrollin e sedimentit, prodhimin e energjisë dhe lundrimin. Diçka që pak diga në botë arrin ta bëjnë me kaq efikasitet. Struktura është e aftë të shijojë ujë me presion të lartë për të shpëlarë sedimentin drejt rrjedhës së poshtme, duke pastruar shtratin e lumit në mënyrë të kontrolluar. Porta gjigande të digës lëshojnë kaskata dramatike me forcë shpërthyese kur hapen. Shkarkimi vjetor i sedimentit është një spektakël aq mbreslënës sa tërheq turist, fotograf dhe media ndërkombëtare. Monoreli i varur i Wuhanit, i njohur edhe si treni i qiellit, funksionon në një shinë të ngritur. Ky sistem është i pari i këtij lloji në Kinë, që furnizohet plotësisht me energji elektrike dhe është krijuar për të transportuar pasagjerë në zona urbane me trafik të ngarkuar. Projekti pritet të shërbejë si model për qytete të tjera kineze, duke ofruar një alternativë të gjelbër, atje ku ndërtimi i metros nëntokësore është i pamundur. Qendra kombëtare e superkompjuterëve në Wuxi është një strukturë moderne e dedikuar për llogaritje me performancë të lartë. Ajo strehon Sunway Taihu Light, një superkompjuter i aftë të kryejë detyra jashtëzakonisht komplekse me shpejtësi kolosale. Sistemi realizon llogaritje masive në mënyrë të pavarur, pa u mbështetur në teknologji të huaj ose qendra ndihmëse. Instalimi mbulon një sipërfaqe sa një fushë basketbolli, me mira server të rreshtuar në mënyrë të rregullt. Pavioni Maris Frog, i vendosur në Shenzhen, është selia qendrore e markës së modës Maris Frog. Ai ndërthur elemente natyrore me forma futuriste, duke u frymëzuar nga strukturat inteligjente që gjenden në natyrë. Ndërtimi zgjati 15 vjet, një periudhë e pazakontë për shkak të kompleksitetit të formave të lakuara dhe komponenteve të personalizuar. Selia e China Central Television është një skulpturë arkitekturore kolosale që sfidon çdo rregull të dizajnit tradicional të rokaqieve. Dy kulla të pjerta lidhen nga një seksion horizontal, një arritje jashtëzakonshme inxhinierike për një strukturë të kësaj madhësie. Ura lidhëse u montua plotësisht përpara se të ngrihej në pozicionin final, një operacion preciz që zgjati disa javë. Nga këndvështrime të ndryshme, ndërtesa duket sikur ndryshon formë, duke krijuar një iluzion optik mbreslënës. The Place është një kompleks modern tregtar dhe arkëtues i vendosur në distriktin Chaoyang të Pekinit. Ai është i famshëm për një nga ekranet LED më të mëdha në botë, të varur përgjatë tavanit të shëtitores kryesore. Ekrani shfaq pamje me rezolucion ultra të lartë, që variojnë nga animacione artistike deri te shfaqje drite dhe skena kozmike. Selia qendrore e Country Garden është qendra kryesore e një prej kompanive më të mëdha të pasurive të paluajtshme në botë. Ajo u konceptua si një oazë mes zhurmës dhe ritmit të shpejtë të jetës urbane. Çdo kat ka terraca të mbushura me bim, duke sjellë natyrën brenda hapësirës së punës dhe duke përmirësuar cilësinë e ajrit. Vegetacioni është zgjedhur me kujdes
për t'ju përshtatur klimës subtropikale, duke kërkuar mirëmbajtje minimale. Parku i erës në det të hapur Jiangsu Rudong është nga instalimet më të mëdha të energjisë së erës në Kinë. Ai ndodhet në brigjet e Rudongut në detin e Verdh, brenda provincës Jiangsu. Qindra turbina, disa me përmasa sa rokaqiejt, ngrihen nga deti si një pyll çeliku lundrues. Disa janë vendosur në ujëra të cekta bregdetare, ndërsa të tjerat ndodhen më larg në det të hapur, ku erat janë më të forta dhe më të qëndrueshme. Rruga Tianglong Mountain ndodhet pranë qytetit Taiyuan, në provincën Shaanxi, dhe u projektua si një lidhje e drejt për drejt midis jetës urbane dhe mjedisit natyror të parkut Tianlong. Me kalimin e kohës, ajo është dëruar edhe në një atraksion turistik, duke ofruar pamje mahnitëse të maleve, luginave dhe kalimeve nëntoksore. Pika e saj më mbreslënse është një viadukt spiralor me 3 nivele, që rrotullohet rreth malit si një dragua i mbështjellë. Dizajni i siguron një ngjitje të butë dhe të qëndrueshme, duke shmangur pjerësitë e forta. Ura Hong Kong Zhuhai Macao është ura detare më e gjatë në botë dhe lidh 3 qytete kryesore: Hong Kongun, Macaon dhe Zhuhain. Ky projekt kolosal kombinon ura mbi det, tunele në ujore dhe ishuj artificial në një rajon të prirur ndaj aktivitetit sismik. Tuneli i zhytur u ndërtua për të lejuar kalimin e lirë të anijeve mbi të, pa penguar trafikun detar. Për të lidhur segmentet mbi ujore me ato nën ujore, u ndërtuan 2 ishuj artificial, të pajisur me infrastrukturë logjistike. Këto platforma, të ndërtuara në mes të detit, u formuan me rërë dhe u përforcuan me mure mbajtëse metalike. Projekti i transferimit të ujit jug-veri është projekti më i madh i devijimit të ujit i ndërtuar ndonjëherë, jo vetëm në Kinë, por në të gjithë botën. Ai u projektua për të transportuar ujë nga jugu i lagësht drejt veriut të thatë. Ideja u propozua fillimisht nga Mao Zedong në vitet 1950, megjithse ndërtimi nuk filloi deri në vitin 2002. Çdo vit, projekti transporton sasi gjigande ujë përmes një rrjeti të gjerë kanalesh dhe tunelesh, duke kaluar male, lugina dhe qytete. Ai ka furnizuar me ujë 10 miliona njerëz, veçanërisht në qytete si Pekini dhe Tianjini. Ura e xhamit e Zhangyais është e varur mes maleve dramatike dhe është një urë këmbësorësh me dysheme plotësisht transparente. Ajo mund të mbajë deri në 800 persona njëkohësisht, megjithse hyrja zakonisht kufizohet për arsye sigurie. Falë qëndrueshmërisë së saj në kushte ekstreme, ura është bërë një standard referimi për inxhinierinë e urave prej xhami në mbar botën. Aeroporti ndërkombëtar Beijing-Daxing, i njohur ndryshe si Ylli i Detit, është një aeroport modern në jug të Pekinit, i ndërtuar për të lehtësuar ngarkesën mbi qendrën kryesore të qytetit. Korridoret e lakuara shtrihen nga bërthama qendrore, të projektuara si për estetik, ashtu edhe për rrjedh efikase të pasagjerëve. Me kapacitet për të përballuar deri në 100 milion udhëtarë në vit, ai ka potencialin të bëhet aeroporti më i ngarkuar në botë. Shanghai World Financial Center dallohet për hapjen trapezoidale në maj, e cila i dha nofkën hapësi shisheve. Ndërtesa ka marrë disa çmime ndërkombëtare për mënyrën se si ndërthur dizajnin funksional, inxhinierinë e avancuar dhe estetikën breslënse. Hapja e madhe në maj ndihmon në kanalizimin e erës dhe në uljen e presionit mbi strukturën. Jinmao Tower për shumë vite ishte ndërtesa më e lartë në Kinë dhe mbetet një element përcaktues i panoramës së Shanghait. Dizajni i saj, me nivele që ngushtohen gradualisht, përbëhet nga 13 segmente, duke krijuar formën e një pagode tradicionale. Projekti shënoi hyrjen e Kinës në epokën e rrokaqieve super të lartë, me rreth 6.000 punëtor, inxhinier nga 10 vende dhe qindra kompani të përfshira. Shanghai Tower, në një lartësi prej 632 metrash,
është ndërtesa më e lartë në Kinë dhe e treta më e lartë në botë. Dizajni i saj spiralor është thelbësor për stabilitetin në një rajon të prirur ndaj tajfuneve dhe aktivitetit sismik. Pranë majës, 270 turbina me bosht vertikal prodhojnë deri në 10% të nevojave të ndërtesës për energji elektrike. Kulla Oriental Pearl është një nga simbolet më ikonike të Shangajit. Kjo kullë futuriste ngrihet në brigjet e lumit Huangpu dhe përbëhet nga disa sfera të lidhura me kolona, secila prej tyre që strehon platforma vrojtimi, muze ose restorante. Natën, ajo ndriçohet me ngjyra dhe efekte vizuale mahnitëse, të kushtëruar në një pikë qendrore të horizontit të qytetit. Gate to the East, e vendosur në Suzhou, ka një dizajn në formë porte gjigande që simbolizon lidhjen mes së kaluarës dhe së ardhmes të qytetit. Në mënyrë jo formale, shumë e quajnë pantallonat e Suzhout për shkak të siluetës së saj të pazakontë. Fasada është integruar me mira drita LED mbi sipërfaqen prej xhami dhe çeliku, duke mundësuar shfaqje të animuara në kohë reale. Hoteli Sheraton Huzhou ndodhet në brigjet e liçenit Taihu në qytetin Huzhou dhe është i famshëm për dizajnin e tij në formë unaze, që duket sikur ngrihet drejt për drejt nga uji. Ai u krijua si një destinacion relaksi, duke përfituar nga liçeni dhe burime termale natyrore përreth. Natën, mira drita LED ndriçojnë strukturën e lakuar me ngjyra që ndryshojnë, duke bërë hotelin të duket si një skulpturë e ndritshme që noton mbi liçen. Wuhan Future City u projektua si një qendër e inovacionit shkencor dhe teknologjik, me fokus të fortë në qëndrueshmërinë mjedisore. Ajo bashkon institucione kërkimore, laborator shkencor dhe kompani shumë kombëshe të sektorit teknologjik. Në zemër të saj ndodhet një ndërtesë në formë luleje, e mbuluar me panele diellore, e cila shërben si sallë ekspozitash dhe vend për ngjarje të mëdha teknologjike. Muri i Madh i Kinës u ndërtua gjatë shekujve për të mbrojtur perandorin kineze nga pushtimet dhe për të kontrolluar kufijt verior. Ai përbëhet nga një rrjet gjigant muresh, kullash, fortesash dhe shtigjesh të fortifikuara që shtrihen në veri të Kinës, nga deti i Verdh deri në zonat shketinore të perëndimit. Ndërtimi realizua me mjete të thjeshta mbi terren shumë të ashpër, përfshirë male, shkëtëtira, lugina dhe shkëmbinj. Punimet filluan rreth 2000 vite më parë dhe vazhduan deri në shekullin e 17, duke përfshirë afro 10 milion njerëz. Qendra financiare Guangzhou CTF është pjesë e treshëve trokaqieve super të lartë në distriktin financiar të Guangzhou. Ajo dallohet si një nga ndërtesat e pakta në botë që përdor gur të bardhë të lëmuar, së bashku me çelik dhe xham. Edhe pse ka pothuajse të njëjtën lartësi me kullën si motër në Tianjin, versioni Guangzhout u përfundua më herët. Qendra financiare Tianjin CTF ngrihet mbi horizontin e qytetit Tianjin, një port i rëndësishëm në veri të Kinës. Me një lartësi prej rreth 530 metrash, ajo është trokaqielli i katërt më i lartë në Kinë dhe i tetin në botë, duke t'i kaluar ikona si Empire State Building. Fasada e saj prej xhamit të lakuar kap dhe reflekton dritën, duke shkëlqyer në agim dhe në perëndim si një skulpturë e lëngshme. Pavarësisht kompleksitetit, kulla u përfundua në më pak se 6 vjet fal teknikave të avancuara të parafabrikimit dhe planifikimit digjital tridimensional. Galaxy Soho në Pekin është një kompleks i madh që integron zyra, dyqane, hapësira shlodhje dhe restorante në një strukturë të vetme të pandërprerë. Ai u projektua nga arkitektja me famë botërore Zaha Hadid, e njohur për stilin e saj futurist. Kompleksi përbëhet nga 4 kube të rrumbullakta, të lidhura me kalime të lakuara, duke lejuar lëvizjen mes tyre pa dalë jashtë. Vijat e drejta dhe këndet e mpreta pothuajse mungojnë, duke i dhënë ndërtesës një pamje organike. Infinitus Plaza
e vendosur në Guangzhou, është selia e Infinitus Group, një kompani e specializuar në shëndet, mirëqenie dhe mjekësi tradicionale kineze. Format e saj të lakuara krijojnë ndjesinë e një rrjedhje të vazhdueshme, duke simbolizuar ekuilibrin mes trupit, mendjes dhe mjedisit. Dizajni vë theksin të qëndrueshmëria, me shati të gjelbra që ndihmojnë në ftohjen e zonës urbane përreth. Ring of Life është nga monumentet metalik gjigant në qytetin Fushun, i formuar si një portal futurist. E ju frymëzua nga ideja e një unaze kozmike që simbolizon përjetësinë dhe harmoninë, duke reflektuar ciklin e pandërprerë të jetës, kohës dhe zhvillimit urban. Phoenix Center është selia qendrore e Phoenix Television, një nga kompanitë private mediatike më të mëdha në Kinë. Dizajni i saj rrethor prej çeliku dhe xhami i ngjan një shporte gjigande të endur. Brenda ndërtesës, format e lakuara vazhdojnë natyrshëm, duke lidhur hapësirat me rampa, balkone dhe korridore që shmangin linjat e drejta. Ndërtesa mbushet me dritë natyrale të butë gjatë gjithë ditës, duke krijuar një atmosferë eterike, pa u mbështetur shumë në ndriçimin artificial. Ura varse Yangtze-gang, e vendosur në Wuhan, shtrihet mbi lumin Yangtze dhe lidh pjesën veriore me atë jugore të qytetit. Me një gjatësi totale prej rreth 1700 metrash, ajo renditet ndër urat varse më të gjata në botë. Ura ka 12 korsi të ndara në 2 nivele. Niveli i sipërm shërben për trafikun ndërqytetas me shpejtësi të lartë, ndërsa niveli i poshtëm menaxhon qarkullimin lokal dhe aksesin në lagje. Hoteli Grand Lisboa, i vendosur në Macau, rajoni special administrativ i Kinës, është një hotel dhe kazino luksoze, që është ndëruar në simbol të industrisë globale të lojrave të fatit. Forma e tij, e ngjashme me një lule lotusi, përfaqëson pastërtinë dhe ngritjen shpirtërore në budizëm dhe taoizëm. Kupola e sipërme është e veshur me qindra mira panele xhami reflektues që shkëlqejnë si ditën ashtu edhe natën. Kanali i madh Pekin-Hangzhou është kanali artificial më i gjatë në botë, me një gjatësi prej rreth 1700 kilometrash, duke lidhur Pekinin në veri me Hangzhou në jug. Ndërtimi i tij filloi rreth 2500 vite më parë, duke bashkuar rajone të ndara nga male dhe terrene të vështira, pa ndihmën e makinerive moderne. Gjatë rrjedhës së kanalit të madh, qytete kyçe si Suzhou, Jingjing, Zhenyang dhe Yangzhou lulëzuan, duke u zhvilluar fal tregtisë që ai mundësonte. Në kulmin e tij, rreth 150.000 anije udhëtonin çdo vit përgjatë kanalit, duke transportuar miliona ton drith përmes doganave, taksave dhe magazinave. Ky rrjet u zhderua në një arterie jetike ekonomike që formsoi zhvillimin e Kinës për shekuj me radhë. Kompleksi ndërkombëtar Duty Free i Sanyas është qendra më e madhe e blerjeve pa taksa në botë. Ai ndodhet në qytetin bregdetar Sanya, në ishullin tropikal Hainan. Dizajni i tij është frymëzuar nga guaskat e hapura të detit, sikur po i ofron oqeanit një dhuratë. Këtu, vizitorët mund të blejnë produkte ndërkombëtare pa taksa, edhe pse ndodhen ende brenda territorit kinez. Linja hekurudhore Fuzhou-Xiamen është një linjë me shpejtësi të lartë që lidh qytetet bregdetare, Fuzhou dhe Xiamen, si pjesë e planit ambicioz të Kinës për zgjerimin e rrjetit të trenave ekspres. Ajo përshkron terrene sfiduese, përfshirë zona detare, male, tunele dhe ura, dhe është ndërtuar për të rezistuar tajfuneve, lagështisë së kripur dhe klimave ekstreme. Pritet të transportojë rreth 15 milion pasagjerë në vit, duke ulur trafikun rrugor dhe nevojën për fluturime të shkurtra. Shanghai Maglev është një pioner i teknologjisë së levitacionit magnetik me shpejtësi të lartë. Treni rrshet pa kontakt fizik me shinat, duke minimizuar zhurmën dhe konsumin mekanik. Ai lidh aeroportin Pudong me stacionin Longyang Road në vetëm 7 minuta, duke arritur shpejtësi deri në 431 km/h.
Sistemi u zhvillua me teknologji eksperimentale dhe kërkoi investime masive në infrastrukturë dhe ekspertizë teknike. Centrali energjetik Tuo Ke Tuo është termocentrali me çmyr më i madh në planet. Ai prodhon sasi masive energji elektrike për të furnizuar disa nga rajonet më të populluara dhe më të zhvilluara të Kinës, përfshirë Pekinin dhe Tianjinin. Me 12 njësi gjeneruese, që prodhojnë rreth 6.7 gigawatt energji, centrali siguron furnizim të qëndrueshëm për miliona njerëz. Vendodhja pranë minjerave të çmyrit i mundëson një furnizim të vazhdueshëm me karburant dhe ul kostot e transportit. Qendra sportive e Gjirit Shenzhen është një kompleks kulturor dhe atletik që përfshin një stadium, një arenë të mbyllur, një pishinë olimpike dhe zona tregtare. Çatia pjesërisht e hapur integron sisteme të avancuara ndriçimi dhe zëri. Natën, i gjithë kompleksi gjallërohet nga ekrane LED, duke u shndërruar në një spektakël vizual mbreslënës. Muzeu Low Carbon i Hangzhout është një muze me pamje futuriste, i dedikuar për qëndrueshmërinë edhe teknologjinë e gjelbër. Ai është ndër muzet e pak të certifikuar si neutral ndaj karbonit, që do të thotë se nuk prodhon emetime neto të dioksidit të karbonit. Ndërtesa funksionon pothuajse si një organizëm i gjallë, duke kapur energjinë diellore, duke mbledhur ujin e shiut dhe duke rregulluar temperaturën përmes ventilimit natyror. Natën, dritat LED krijojnë modele rrjedhëse që ngjasojnë me rryma energjie, duke përforcuar mesazhin mjedisor të muzeut. The Venetian Macao është një nga kazinot më të mëdha në botë, e vendosur në Macao dhe e frymëzuar nga qyteti i Venecias. Ajo përfshin kanale të brendshme me gondola, arkitekturë të stilit të rilindjes dhe kopje të monumenteve të famshme veneciane. E ndërtuar mbi tokë të rikuperuar nga deti, struktura mbështetet në themele të thella dhe sisteme stabilizimi për të garantuar qëndrueshmëri dhe jetëgjatësi. Jiangsu Grand Theatre është një pikë referimi arkitekturore në Nanjing që ndërthur forma futuriste, simbolik kulturore dhe dizajn praktik për artet skenike. Çdo sallë ka formën e një petaleje dhe së bashku ato krijojnë një lule monumentale që duket sikur po hapet drejt qiellit, duke simbolizuar zhvillimin, harmoninë dhe elegancën artistike. Opera House e Harbin është dedikuar për operën dhe muzikën live. Ndërtesa është e veshur me panele aluminit të bardhë që theksojnë dizajnin e saj bashkohor. Arkitektura është frymëzuar nga peizazh i mbuluar me borë dhe era i Kinës veriore, duke i ngjarë një dune të ngrirë ose një valje të gdhendur nga era. Teatri i Madh i Chongqing është një qendër kulturore multifunksionale që strehon një sallë opere, teatr, ambiente koncertesh dhe hapësira ekspozimi. Forma e tij gjeometrike, e përbërë nga bloqe xhami dhe çeliku me nuanca të gjelbra, u frymëzua nga peizazhi malor i Chongqing. Qendra financiare Ping An, me lartësi për rreth 600 metrash dhe 115 kate, është ndërtesa e dytë më e lartë në Kinë. Forma e saj e hollë, e veshur me çelik inox, krijon përshtypjen e një gjilpëre që shpon qiellin. Natën, e gjithë fasada zhdërohet në një ekran gjigant LED, duke shfaqur animacione dhe shfaqje drite. Kula Zeifeng është një rrogaqiell mbreslënës në Nanjing, me një lartësi për rreth 450 metrash dhe 89 kate. Dizajni i saj vertikal në 3 seksione përmirëson ndryshimin natyror dhe ofron pamje panoramike nga kënde të ndryshme.